Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast. Mirëmbrëma të nderuar shikues kudo që na ndihni. Sot Kosova mbrëm përkatësisht përfundoi ditën me rezultatin e qartë të fituesit të këtyre zgjedhjeve dhe të atyre që humbën këto zgjedhje. Komisioni qendror i zgjedhjeve vetëm 3 orë pasi përfunduan votimet në kutitë e votimit kumtoi rezultatin preliminar të KQZ-s në një afat rekord që nuk ndodhi tasë në dhjetor të vitit të kaluar në zgjedhjet jashtëzakonshme e pati probleme të jashtëzakonshme me platformën online kumtimit të rezultateve në zgjedhjet të rregullta të shkurtit të vitit të kaluar. Ky rezultat deri tani i numëruar në 99.84% të kutive të votimit flet se lëvizja vetëvendosje ka fituar 22.91% të votave apo shprehur në numra votash 298.600 vota. Partia Demokratike e Kosovës 21.13% apo shprehur në vota 147.042 vota. LDK 17.56% apo shprehur në vota 122.229 vota, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës 7.17% apo shprehur në vota 49.879 vota. Lista serbe 6.19% të votave apo shprehur më saktë në vota 43.071 vota. Në zgjedhje morën pjesë 724.905 qytetarë me drejt vote apo shprehur në përqindje me trupin elektoral, kjo është 36.99% e trupit elektoral ju përgjigj ftesës, një përqindje dukshëm e vogël se sa në zgjedhjet e dhjetorit. Kam ftuar për analizë kolegun Afrim Kasolli. Kasolli, faleminderit. Kënaqësi të jemi së bashku. Shikuar në vlerësime racionale Kosova ka fitues dhe humbë zgjedhjeve, siç ka çdo proces natyrisht. Por duket që zoti Kurti me vështirësi e përjetoi edhe këtë fitore të madhe, duket se sa të gjithë të tjerët. Po, sepse pretendimet e tij kanë qenë për një fitore shumë të madhe mbase, do thotë normal, nëse shohim terma numerik, nuk ka diskutim që fituesi i zgjedhjeve, do thotë sikurse me nën shkurt është lëvizja vetëvendosje, sepse ruan diferencën e madhe me partinë e dytë, madje zbashku sa i përket përqindjes partia e dytë dhe e tretë nëse merren, do thotë kanë më pak përqindje se sa lëvizja vetëvendosje. Dhe kjo është një dallim i madh numerik. Fituese nuk ka diskutim që është lëvizja vetëvendosje, por kur e shohim arsyen pse kemi shkuar në zgjedhje, do thotë çka është kërkuar nga qytetarët e Kosovës në këtë zgjedhje. Humbse del edhe lëvizja vetëvendosje, sepse e njëjta ka shkuar në zgjedhje me tash skenari është i njëjtë Kosovë. Skenari, dëgjoj, arsyetimi me zgjedhjet e dhjetorit, do që truhet ai inercion që do thotë ne u penalizuam dhe u penguam nga partitë opozitare dhe në mënyrë që të mbjetoj demokracia e të ruhet përfaqësimi i mirëfillt popullor, atëherë na nevojitet edhe një fitore më e madhe që të kemi gjitha pushtetet dhe të mos kemi blokada gjatë rrugës. Ky pak a shumë ka qenë narracioni kryesor dhe i subjekteve opozitare që të cilat kanë shkuar në zgjedhje në mënyrë që të pengohet që një parti politike të ketë të gjitha pushtetet në dorë. Pra, kjo ka qenë ndarja madhe, mirë po shikuar në ato që ka ndodhur edhe me zgjedhjet e fundit dhe jo vetëm me zgjedhjet e 28 dhjetorit, por unë përcip sa po taku që i lexova disa statistika, do thotë në 5 pol zgjedhjet e fundit ky është numri më i ulët i pjesëmarrjes së qytetarëve të Kosovës. Dhe vërejë qartë do thotë rritja e zhgënimit të qytetarëve të Kosovës me përfaqësimin politik, pavarësisht se në përqindje, dëgjoj, pavarësisht se tash për shkak të pjesëmarrjes së ulët është rritur përqindja e numrit të deputetëve dhe e përfaqësimit të tyre, mirë po, shqishosh çfarë paradoksi po ndodh. Sa më pak përfaqësuese që po bëhen partitë politike në raport me tërsinë e popullit të Kosovës, realisht po marrin më shumë numër të deputetëve dhe kjo është një lloj dhe këtë fitore të Piros janë duke e tentuar ta justifikojnë si fitore të tyre. Nga aspekti numerik, në aspektin numerik, zgjedhjet natyrisht që kanë fituesin ose fituesit dhe humbësit. Por në vetëvendosje
edhe kjo fitore e përsëritur dhe më e madhe se sa zgjedhjet e shkurtit vitit të kaluar, e më e vogël për disa përqindje, u pasi dëshpërim, u duk si e tillë së paku. Po nuk e morri atë për cilën e ka projektuar, 60%, kujtohet edhe metaforat me kafën, mbushe 50, 60, 70, 60 që një 70 që mund, do të ishin një lloj projeksioni që më në fund lëvizja vetëvendosje do të arriti të kaloj këto procedurat që mund të imponohen në votuesin të shkoj Kosovë. Votuesi tregoi diçka. Nuk i dhati pushtetin e plotësi që kërkoi. Mesazhi i qytetarëve të Kosovës kur nuk ka qenë më i qartë se në këto zgjedhje. As në zgjedhjen e 28 dhjetorit, as në zgjedhjet tjera. Mesazhi është një, është rritur zhgënjimi me këto subjekte politike dhe e dyta, do thotë nuk lejon tendenca që një parti politike t'i ketë të gjitha pushtetet në Kosovë. Do thotë këtu ka psuar disfat pikërisht koncepti politik i lëvizjes vetëvendosje nëse e shohim. Pretendimi i saj kryesor se pse kemi nevojë të shkojmë në zgjedhje, që t'i kemi gjitha pushtetet që të kemi stabilitet. Qytetarët e Kosovës i thanë jo kësaj mendësie. E lexuan. Kjo nuk e dëshiruan pushtetin të koncentruar në duart të një njeriu. Absolutisht, shumë racionale ka qenë vendimarrja e qytetarëve të Kosovës. Në raport me disa palë zgjedhjet të fundit. Jemi të pakënaqur me gjithë ju, me të gjithë, me atë çka po bëni, me nivelin e përfaqësimit politik dhe nuk tolerojmë dhe nuk lejojmë që një subjekt politik të ketë të gjitha pushtetet, por duhet të ruhet fryma e balancave ndërmjet pushteteve. Si do ta lexojnë tash subjektet politike këtë mesazh, është çështje e tyre. Është në vullnetin e tyre se a do ta marrin seriozisht, a do t'i ndëgjojnë më tepër zërat e militantëve të tyre apo heshtjen e më të madhe të qytetarëve të Kosovës. Këto zgjedhje prodhuan heshtje më të madhe të qytetarëve. Ndëshkim pati më të fortë për zotin Kurti, por të pandëshkuar nuk mbeten as subjektet opozitar nëse i referohemi leximit racional. Ne duhet ta presim certifikimin e plotë rezultatit të zgjedhjeve, sepse kemi edhe votat me kusht edhe votat e diasporës. Dhe vetëm atëherë do dihet saktësisht se cili subjekt politik sa ka humbur vota, në aspektin numerikisht. Mirë, po tendenca mbetet e qartë. Nuk besoj që ato vota do të krijojnë as i përmbysje radikale që asnjëra prej partive politike të mos mbetet e ndëshkuar nga ky proces. Unë jam i bindur që lëvizja vetëvendosje do dalë ndëshkuar nga ky proces, gjithmonë në raport, prapë tham gjithmonë në raport me justifikimet dhe pretendimet e tyre politike, sepse në një prizëm racional lëvizja vetëvendosje është fituese e zgjedhjeve, që nga sot ajo do duhet të sillë ndryshe, por kjo është temë tjetër. Megjithëse mund të kuptohet një parti e cila është 5 vjet në pushtet humb vota. Duhet të ketë një përgjigje edhe subjektet opozitare, se pse nuk ja arritën që të krijojnë inspirim për mobilizim politik, që ato vota të cilat i humbi lëvizja vetëvendosje nuk përfunduan në kampin e tyre politik. A shkojmë të bëjmë analizën zhvillimeve të fundit paraqitjes së mbrëmshme që pati zoti Kurti me gjithë establishmentin, strukturën udhëheqëse të lëvizjes vetëvendosje, pak para mesnatën në Prishtinë, ta ndjekim se çfarë tha zoti Kurti, sa ishte i kujdesshëm me gjuhën së paku në publik, në raport me rezultatin, në raport me idenë e funksionimit të kriza, nëse do të kemi e kështu me radhë, dhe pas zotit Kurti do të ndjekim edhe lëvizjen politike, nëse mund ta quaj kështu, të zonës Osmani, listën e saj të quajtur LDK bashkë me zotin Abdigjiku sekretar. Ta ndjekim zotin Kurti. Ajo çka i mungon shtetit Kosovës nuk është as qeveria, as presidenca e presidentja. Republikës Kosovës i mungon kuvendi. Fatkeqësisht bloku opozitor nuk shkojnë punë. Ne tjerë gjithë shkojnë punë mëngjes në det. Dhe ne jemi të interesuar që edhe bloku opozitor shkojnë sa më shpejt në punë. Andaj urojmë që legjislatura e 11 t'ja filloj dhe kjo varet para së gjithas
nga certifikimi i rezultateve. Natyrisht që në javët në vijim do të komunikojmë, do të takojmë e do të bashkëpunojmë me të gjitha subjektet politike të Republikës Kosovës, sepse ne e kemi para së gjithash e mbi të gjitha interesin publik, vullnetin e përgjithshëm dhe Republikën sovrane e të pavarur të Kosovës, të cilës i shërbej me devotshmëri. Pra, llogaritni në neve, jo vetëm punën që bëjmë, po edhe në bashkëpunimin që do të bëjmë. Sonte po kremtojmë gjithë bashkë. Krejt për shtet për krejt, sepse e këtil është kushtetueshmëria, por e këtil është edhe bindja jonë si subjekt politik. Ne e kemi piknisje tërësim, atë që është e përbashkët. Dhe kjo është populli i Kosovës. Popullit i shërben Republika dhe pas kësaj fitore të radhës, ne sonte do të kremtojmë. Por mos harroni, 8 mëngjes më punë krejt. Gëzuar të gjithëve fitoria e vetëvendosjes, krejt për shtet për krejt. Kthehemi në studio, ishte paraqitja mbrëmshme e zotit Kurti. Kasoli mendoni që pati një fjalor të kujdesshëm në raport me fjalorin që kishte ta zënë në dhjetorin e vitit kaluar, u kujdes së paku në publik Kurtit, mos shihet si inicuos, si kontribuos, si një krizë mbasi të re që Kosova, edhe më të madhe që mund ta ketë me temën e presidentit, që të mos lë hematome, gjurmë, shenja që zoti Kurti është një kontributor së paku me fjalorin e tij, që po provokon zgjedhje të reja. Si është këtë fjalor? Pat edhe këtë lloj interpretimi unë dje posa ndëgjova në orët e vona të mbrëmje, sepse ishte e pamundur që të flanim pa e përfundu kjo farë hallakame. Do të pata një reagim shkurt në rrjetet sociale, thash nuk kemi parë asgjë nga kriza, duke u bazuar pikërisht nga kjo që e tha zoti Kurti. Është e vërtetë do të thotë se ai u angazhu maksimalisht, do të thotë për shtypje, për të kriju përshtypje që do të jetë konstruktiv, do të thotë edhe kontributor në tejkalimin e ngërshit eventual politik, që të mos përdor frazat të nënshkurtit. Ne e dimë do të thotë që frazat e nënshkurtit kishin prodhuar asi pasoja që tu avështirësonte subjekteve opozitare çdo lloj parafrimi për ta tejkalu bllokadën politike. Mirë po, në njërin anë, gjuha që e ka përdorur Kurti dje është identike e rrit me atë gjuhë që e kemi analizuar pas zgjedhjeve të nënshkurtit. Kujtohet vazhdimisht në përtubime, qeveria po punon, zoti po krijon bereqet, do thotë ajo që skemi është kuvendi, është problemi i opozitës, që skemi kuvend është e njëjta. Tha tekstualisht, nuk është ka tha. Ajo që i mungon Kosovës është kuvendi dhe që subjektet opozitare nuk po shkojnë punë. Do është problemi i tyre. Kosova ka qeveri, tha? Ka president. Ka president. Pse kemi shkuar? Ne po punojmë ata që janë në punë. Ata që janë, pse kemi shkuar rrit në zgjedhje? Kemi shkuar për shkak se kuvendi ka dështuar të jap vendit një president të ri. Fjalia Kasolli e Kurtit në lejo ta citoj. Në javët në vijim do të komunikojmë, bashkëpunojmë, takojmë subjektet politike për marrëveshje. Po ndëgjorit, kjo lloj intense nuk ka munguar as në legjislaturën e kaluar. Po është rezultat kjo fjali që Kurti nuk arriti të marrë 60% të vota, mbase të kujdeset që të mos lë deklarata në arkiv, që ati mund t'i atribuon si se është pengesë, se gjuha e tij është pengesë. Mirë po unë mendoj që pengesa reale që mund të jetë burim i krizës së re politike është kjo, ne kemi qeveri, kemi president. Do të ai nuk e shtroll si nevojë urgjente, do të votimin e qeverisë dhe të presidentit. Do të presim certifikimin. Është e njëjta kur pyetej për Vjosa Osmanin. Çfarë qëndrimi do të bani në raport me Vjosa Osmanin? Fillimisht numrimi, më pastaj certifikimi e tjera. Është riciklimi të njëjtës gjuhë politike që në esencë e tenton ta maskoj intensën përsëri këtu po përpiqet me skenarin e njëjtë Kurti. Jo, rrit. Kontribojnë në trashjen e krizës me gjithë këtë rezultat që e mori dhe pritet që kishte? Unë vetëm
uroj gjithmonë në çdo emision kur kemi bashkëbiseduar, ti e din kam thënë që uroj të mos dalin parashikimet e mia. Në fund të çdo emisioni jam lutur që kjo që e them unë të mos dalë saktë. Mirë po duke analizuar me vëmendje të thotë, pikërisht mesazhin e qartë politik që e dha kryeministri në detyrë Albin Kurti, ai e transmeton e përçon apo e transmeton thuaj çush dush mesazhin që nuk e ka urgjente as votimin e qeverisë as temën e presidentit. E nëse ka tema më urgjente politike, sepse ne jemi detyruar të shkojmë në zgjedhje pikërisht për shkak të temës së presidentit. Këto dy pozicione sipas tij janë funksionale, këto dy qendrat pushtetit janë funksionale, i vetmi send që nuk është funksional është kuvendi, por që po braktiset nga opozita më shumë preferojnë jetën parazitare se sa angazhimin në punë. Por njerëz megjithatë e dhanë një leksion edhe të fortë mbase për zotin Kurti që nuk i lejuan atij të administrojë qeverisë gjithë pushtetin. Nuk i lejuan. Unë ajo që kërkuan ekuilibër, balans pushtetit. Ajo që kam thënë, i qëndroj do thotë besnik asaj që kam thënë, që Kurti thjesht do pasi me këtë rezultat Kurti u pa shkaktar kryesor, nëse mund ta them, hisetar kryesor i krizës. Pajtohem, mirë po ajo që unë do ta shoh si tendencë politike është mbase lloj ekzibicione që do të bëj Kurti, do të ketë driblime, do të ketë ekzibicione, do të ketë driblime, do të ketë inskenimeve të përpjekjeve për dialog me subjekte të tjera parlamentare. Ose ki vullnet, ose nuk i vullnet. Por pas konstituimit të kuvendit ju e dini qartë ka solli që brenda 2 muajsh duhet të zgjedhet presidentin në kuvend. Po nuk u zgjodh automatikisht vendi shkon në zgjedhje. Mbaret cila temë do të imponohet e para si agjendë parlamentare. Në një harkohet prej 2 muajsh. Këtu do të vrihet qartë. Cila temë do të imponohet? Presidenti ekziston. Do të sikur në vitin 2011, le ta marrim rastin e vitit 2011, edhe atëherë kemi pas UD detyre, ka qenë Jakub Krasniqi. Dhe seanca e 22 shkurtit, nëse nuk gaboj, të vitit 2011 ka filluar me votimin fillimisht. Tema e parë e rendit të ditës ka qenë votimi i presidentit zoti Bexhet Pacolli dhe më pastaj është kaluar me votimin e qeverisë Thaçi 2. Si procedurë kështu ka qenë. Si procedurë ka qenë kështu. Tash do ta shohim a do të ruhet i njëjti president, a do të ruhet i njëjti precedent apo do të tentoj. Ju mendoni që peshën e vëmendjes, vullnetin e zotit Kurti do ta vrejmë këtu? Në fillim, në seancën e parë. Seancën e parë do të vrehet se cila është tendenca e tij, zhagitja, kriza apo zgjidhja apo cila këtu do të vrehet se çka do të angazhohen më shumë do thotë. Jo çfarë presni? Unë pres që temën e presidentit do ta tentojnë ta marginalizojnë. Ta futën në tepi thu. Ta futën në tepi, ta marginalizojnë, të funksionojë me UD detyre dhe mbase me shpresën edhe për mbase me shpresën edhe për një por zgjedhje të reja të jashtëzakonshme parlamentare që do të jenë pashmangshme, do ta shohim, por mundësisht që të shtyhen sa më shumë që të përputhet me afatin e prezencës së bashkëdhetarëve tanë në Kosovë, sepse kalendar kohë këto zgjedhje treguan, rezultati u rikthye në shkurtin e vitit të kaluar, këto zgjedhje treguan që megjithatë prezenca e diasporës ka qenë një kontribut kogja serioz dhe i rëndësishëm në maksimalizimin e fuqisë elektorale të lëvizjes dhe vendosje, së cilës me caktimin e asaj date në atë kohë i kishte kontribuar edhe Zonja Osmani, Josa Osmani që e ka pranuar Shkarazi në ta ndjekim dhe atë që ka sonë. Veç ta rrumbullaksoj që ide, do të thonë shumë kriza mund të bëhet më akute tash, sepse në deri më tani për shkak se mund të vim në një situatë kur do t'i skadoj, siç e kam thënë disa herë, do t'i skadoj edhe afati i UD ushtruesës së detyrës së presidentës. Po ashtu do të vrehet një tendencë shumë e qartë, tu duhet t'i lexojmë këto, a do të tentoj lëvizja vetvendosje që ta konfirmoi Albolena Haxhiun si kryetare të kuvendit dhe që sipas tyre mandati i UD detyrës të rifilloj nga dita që kjo edhe njerë konfirmuar si kryetare e kuvendit. Si driblime shtu do të thënë. Si driblime apo që ai është i lidhur 6 mujori është i lidhur me pozitën dhe jo me personin. Do të janë shumë çështje të rëndësishme që duhet i kushtojmë. As ka filluar të Kurti të lexohet me gjithë këto truçe, me gjithë këto lëvizje. Ndëgjoj, ne mund të analizojmë po varet si reflektohet në opinionin publik. Ta ndjekim zonën Josa Osmani, e cila po ashtu u paraqit në brëm me kryetarin e LDK-s, me mikun e saj
të dikurshëm që me gjas nuk ishte shkputur asnjë raportet për te pozicionit që përmante në partneritet me zotin Kurti, atë të president. Ta ndjekim se çfarë tha dhe kthehemi në studio. Lëvizja vetëvendosje nuk ka asnjë arsye që ta refuzoj emrin tim për presidente të shtatë të Republikës së Kosovës. Kaq është përgjigjja ime. Po tani përqindja derivan prej qytetarëve të Kosovës. Për ata që kanë dalë në vota, që kanë vendosur në mënyrë demokratike për Republikën e Kosovës, do të dëshirojmë të ishte më lart. Do të punojmë të jetë më lart. Jemi të bindur se kemi një ardhmë të mirë përpara për ta bërë më të lartë, por edhe themi kështu, të gjitha ëndrat e shurjes LDK-s, goditjes LDK-s, e përfundimit LDK-s në mënyrë kanë marrë fund. LDK-ja e ka kandidaturën e vetë, dhe siç e përmenda partia e parë nuk ka asnjë arsye të vetme që të thotë jo për këtë kandidaturë, përkundrazi ka mira arsye që të thotë po. Dhe që të gjitha ato mira arsye janë në interes të shtetit të Kosovës. Pra, jo, nuk kemi ndërmend të bëjmë kompromise me gjërat për cilat kemi kërkuar mbështetje qytetare. E dyta, aq sa po i shohim numrat gjithë bashkarisht, duhet kompromis për të pasur institucione. Përndryshe, përfundojmë zgjedhje të reja edhe një herë. Pra kompromisi është i domosdoshëm, dhe në këtë kompromis, siç e thamë edhe më herët, nuk kemi refuzim për asnjë parti shqiptare, do të flasim me të gjitha. LDK ka kandidatin e vet, Vjosa Osmani, dhe kjo do të jetë piknisje diskutimeve të ardhme. E para në klasë 5 të mësojmë 13, 18. Nuk e di çfarë rriti ju sheni, po na shohim 13, 18, 20 mandate. Prandaj me krenari më të madhe jam lumtur që kemi nis projektin e bashkimit, kemi punë shumë. Për një muaj kohë fushat, ky rezultat është i shkëlqyeshëm, sikur çdo parti tjetër të rritej bazën e vet, siç ka bërë LDK-ja, besoni do të meritonte vlerësime më të larta. Prandaj rritja jonë është motivi më i madh që kemi sot. Edhe një herë 13, 18. Nëse nga dita e konstituimit të kuvendit ne nuk kemi president për 60 ditë, vendi automatikisht do të shkojë në zgjedhje dhe nuk do të ketë fare rëndësi a kemi qeveri, a kemi kuvend konstituar, sa ai kuvend do të shkojë në shtëpi përsëri pas pak ditësh. Prandaj edhe nga aspekti kohor, edhe nga aspekti urgjencës kushtetuese dhe të krijimit stabilitetit politik në vendin tonë, është e domosdoshme që kjo të jetë çështja e parë në rand të ditës dhe jo të shtyhet në mënyrë që pastaj gjithçka të lihet për 24 orëshin e fundit. Kthehemi në studio për të komentuar pikpamjet që ndanë me publikun brenda Zonja Osmani dhe zoti Abdi Xhiku. LVV nuk ka arsye, tha Zonja Osmani, ta refuzoj emrin tim si presidente, teksa pritet vijoj edhe zoti Kurti si tha takimet me gjithë subjektet në frymën e bashkëpunimit për konstruimin e kuvendit, për t'i dhënë mundësinë kësaj opozite që jetë në punë, siç ka thënë afrim vetë zoti Kurti. Gjithashtu Zonja Osmani tha që janë 1000 arsye pse ajo duhet të votohet për presidenten në interes të Republikës së Kosovës. Gjithashtu zoti Abdi Xhiku përdori një gjuhë që se kishte përdorur mbase LDK më herët, e tha qartë, nëse i qëndron fjalëve të kompromis për institucione ose zgjedhje të reja. LDK ka kandidatin e saj dhe përmendi rritjen e LDK-s nga 13 në 18% si një rezultat që nëse do duhet ta kordin dhe tjerë, në base gjendja do të ishte ndryshe. Si e vlerëson se pare ja të çfarë tha Zonja Osmani? Po, aty ku interesi i saj personal do thotë është në agjend, atëra e shndrohet edhe në interes shtetëror. Atë kështu pak a shumë justifikoj, shprehu edhe njerë obsesionin e saj me pozitën e presidentes dhe e njëjta ditë do duhet mbante një lloj fjalimi krejt tjetër. Për shembull? Për shembull do thotë të ishte pak më modeste dhe ta pranonte që bashkimi i saj me lidhjen demokratike të Kosovës nuk i ka krijuar kurfar profiti këtij subjekti politik në kuptimin elektoral. Tjetër është më pastaj përpjekja e Lumir Abdi Xhiku, siç tham më herët, që rënien ata në klasën e 5 mësojnë 13 dhe 18 që dallon. Ju referua numrit të mandateve që pritet të ketë LDK. Unë dëgjoj numrin e mandateve, mirë po le të na tregoj sa ka qenë numri i votave të këtij subjekti politik në zgjedhjet e fundit me numrin aktual. Kjo në si krahasuese do të bëhet. Numri i votave nuk ka ndryshuar. Kjo tregon që Vjosa Osmani nuk i ka sjellur asnjë lloj profiti elektoral lidhjes demokratike të Kosovës, përkundrazi e ka dëmtuar politikisht
sepse për të akomoduar vjosën dhe apetitet e saj për këtë lloj pozite, ky subjekt është detyruar të marginalizoj disa prej figurave që kanë qenë konsistente në kritikën dhe në betejën e tyre politike kundër lëvizjes vendosje. Dhe mbase ne atëherë mund të kishim një rezultat tjetër. Mbase ne nuk e di, mbase pikërisht ky marginalizim ka ndikuar dhe në zhgënimin e mbështetësve të lidhjes demokratike të Kosovës, që ky subjekt politik nuk ka arritur të ketë asnjë lloj fitore politike. Ndërkohë Vjosa Osmani do thotë e bëri qartë që nuk ka kurfar të lashë me kryeministrin Kurti. Ju befasoi çfarë tha? Ishte pak befasuese, por jo e pritshme, sepse të paktën kam pritur që LVV nuk ka arsye ta refuzoj emrin tim si presidente ta shetutje. Kam pritur që të paktën është dashur të kaloj kohë, është dashur të kaloj më shumë kohë dhe në fund të diskutohet kjo temë, mirë, po tema e parë me cilin e hapi dje lidhja demokratike e Kosovës është që ne e duam pozitën e presidentit. Vjosa është e certifikuar nga hynia për atë lloj pozite, dhe se asnjë lloj negociate tjetër nuk duhet të e tha Abdixhiku, gati me një vokacion s'po them ultimativ, po e çoj. Ishte ultimativ, jo. Mesazhe qartë. Ishte ultimativ. LDK bën kompromis vetëm për formim të institucioneve, rrjedhimisht për temën e presidentit që kanë kandidatë Zoni Osmani, ose ata provokojnë zgjedhje. Për mua ishte befasuese, do thotë e para sikur duhej të kishte një lloj ultimatumi të tillë, po e marrim që le të ketë një ultimatum të tillë, atëherë ne e dim çfarë është sistemi në Kosovë, ku pushtetin kryesor e ka, qeveria e ka. Atëherë Lumir Abdixhiku do duhej thoshte që ne nuk bëjmë asnjë lloj kompromisi politik pa pozitën e kryeministit që takon të lidhjes demokratike të Kosovës. Se nëpërmjet kësaj pozite ti mund të intervenosh në shoqëri dhe të realizosh programin tënd politik. A mund ta quajmë si sakrificë këtë? Për çka? Nëse nuk quhet sakrificë, po e parodizoj pak. Jo, nuk di si ta quaj, kjo vetë shpjegim racional politik nuk ka. Do të thotë nuk ka shpjegim racional politik. Sakrifikon pozicionin kryesor që menaxhon buxhetin, qeverisjen për mbrana, me nuk bëjmë kompromis, prapë po them, me nuk bëjmë kompromis. Me kushdo që është interesuar të bëjë marrëveshje politike me lidhjen demokratike të Kosovës, atëherë në bazë të sistemit ton politik, kërkesa ultimative e zotit Abdixhiku do duhet të ishte që LDK-ja nuk bën kompromis me pozitën e kryeministrit, sepse ajo është pozita që LDK-ja dëshmon vetën në administrim dhe në qeverisje. Jo me një pozitë simbolike. E vetë kuptueshme duket që është pozita e kryeministrit që i takon partisë. Dëgjoj, unë po them me që përdori këtë gjumë në koherencë me natyrën e sistemit ton politik, kjo do të ishte më racionale se sa ultimatumi i tij vetëm për ta akomoduar Vjosa Osmani në institucionin e presidentit. Kjo ishte ultimatum. Ai dha alibi zotit Kurti, zoti Abdixhiku duke dalë me këtë deklaratë që dëgjoj, absolutisht. Dribloj mbase më shumë. Po, tash duhet në terren. S'po them të panjohur. Këtu absolutisht pajtuam, këtu do thotë mund ta përdor zoti Kurti, do sepse lidhja demokratike e Kosovës po tenton të hyjë në negociata me një temë të mbyllur. Sipas saj pozita e presidentit është e mbyllur. Kjo i takon vetëm lidhjes demokratike të Kosovës dhe ne mund të bisedojmë me çështje tjera. Këtë me automatizëm do të përjashton mundësinë e negociatave të hapura me partnerin eventual politik, me cilin e krim ultimative, do thotë, me cilin e kindo mendjen për ta ndarë pushtetin. Në këtë drejtim Vjosa Osmani nuk tregoi asgjë tjetër vetëm se obsesionin e saj politik me pozitën e presidentit dhe se interesat shtetërore do thotë janë përputhen vetëm atëherë kur merren parasysh edhe interesat e saj personale. Pse vetëm Vjosa Osmani është personi i duhur në lidhjen demokratike të Kosovës për që të jetë president. E kanë reduktuar si të tillë. Nuk ka persona tjerë. E kanë reduktuar si të tillë. Nuk ka persona tjerë në këtë subjekt politik që po ashtu është i kualifikuar për këtë lloj pozite? Po. Si ja lejon vetës një subjekt politik do thotë që krenohet me këtë trashëgimi. LDK bëri lëshimin e parë mbrëm, duke paralajmëruar se ajo mund të provokojë zgjedhje, nuk shë zgjidhje në një kompromis tjetër, pa Vjosa Osmanin. E mbylli derën, do thotë me ultimatumin e saj me Vjosa Osmanin, gjë që është një gabim fatal politik për këtë subjekt. Ju ishin si tillë. Absolutisht. Ta ndjekim dhe një deklaratë që pati mbrëm nën kryetarja PDK-s, një konferencë për media zonja,
Vlora Qitaku. Qeveria e Albin Kurtit prodhoi zhgënjim të madh qytetar dhe kriza të vazhdueshme. Kjo këtë qeverisje rezultoi me këtë protest zgjedhore, sepse mosdalja e rreth 200.000 votuesve tregon zhgënjim të jashtëzakonshëm qytetar. Gara ishte pabarabartë dhe sikur të mos bënte blerje masive të votës, përmes qindra miliona eurove të shpërndara me premtime për punësim, kërcënime ndaj punonjësve shtetëror, me miliona euro për bileta për diasporën dhe keqpërdorim të resurseve shtetërore, ky njeri do të pësonte fiasko dhe më të thellë politike. Përkundër kësaj gare të pabarabartë, me blerje masive të votave përmes ndihmave dhe përmes keqpërdorimit të resurseve shtetërore, PDK-ja e rikonfirmoi pozicionin e saj përfaqësues me përqindje dhe me numër të deputetëve. Është lehtësisht e ditur që me këto kriza të vazhdueshme, ky pushtet i ka lodhur qytetarët dhe kjo mos pjesëmarrje është mesazh politik, që duhet të merret seriozisht nga të gjithë ne e posaçërisht nga ky pushtet abuziv. Ne do të presim rezultatin përfundimtar, e presim numrimin e plotë të votave dhe më pas do t'i bëjmë publike qëndrimet tona. Juve si media ju falenderojmë shumë për raportimin korrekt, po ashtu në emër të Partisë Demokratike të Kosovës, dua të falenderoj të gjithë qytetarët e Kosovës, të gjithë ata që morën pjesë në zgjedhje, dua të falenderoj KQZ-n, komisionerët, vëzhguesit, mediat, policinë e Kosovës për angazhimin e tyre në mbarvajtjen e këtij procesi. Tani është thelbësore që çdo vot të numërohet me kujdes, të ruhet me integritet dhe të respektohet vullneti i qytetarëve të Kosovës. Edhe një herë faleminderit shumë. E di ka qenë një ditë e gjatë për secilin prej nesh. Tani është e rëndësishme që procesi të përmbyllet me integritet. Ishte zonja Qitaku, ajo tha se qeveria Kurtit përdhoi kriza dhe se këto kriza morën një ndëshkim qytetarë përmes, si që tha, një proteste vote. 200.000 vota tha ishin me pak si pjesë e trupit elektoral që u bën aktiv në ditën e votimeve, ishin me pak. Që qeveri bleu vota, shpërndau miliona, ishte një garë si pas saj, pa barabart me ta, por si do qoftë si pas saj, PDK rikonfirmoi pozicionin e saj, përfaqësues, si që tha, përfaqësues me përqindje dhe me deputet, por nuk përmendi numrin e votave që mori kjo parti. Zoti Kasolli, si e sheh këtë paraqitje të Dëgjoni, është e njëjta përpjekje, do thotë subjekteve opozitare që kryesisht të gjejnë justifikim për dështimin që kanë mësuar, dhe kjo është dështim flagrant. Sidomos dështimin më të madh e ka pësuar këtu Partia Demokratike e Kosovës prej subjekteve të kampit opozitar. Po për shkak se ka humbur deri në 40.000 vota ka humbur. Do të tash, nëse Kurti është përgjegjës që me kriza që i ka prodhuar, ka ndikuar në zhgënjimin e qytetarëve të Kosovës për mosdalje, si mund të justifikohet Partia Demokratike e Kosovës që nuk ka arritur ta përvetësoj për vetit, shndrohet në forcë për mobilizim politik alternativ ndaj lëvizjes vendosje për shkak të këtyre krizave kjo që i atë votues bashkë që kishte më herët. Dëgjoj, pse ndëshkuan edhe Partinë Demokratike të Kosovës elektorati i saj kur përgjegjës qenë ka Kurti për krizat. Nëse Kurti ka arritur që nëpërmjet shpërndarjes financiare, do thotë, nëpërmjet shpërndarjes mjedis të pabarabartë. Të krijojmë mjedis të pabarabartë. Këto vota që nuk i kanë shkuar Partisë Demokratike të Kosovës, atëherë do t'i kishte blerë, do t'i kishin shkuar lëvizjes vetëvendosje. Mbase edhe kanë shkuar këtë. Mbase edhe kanë shkuar, nuk e di, mirë, po kësaj mungojnë këto vota. Interesante është, zonja Qitaku përmeni rikonfirmimin, siç tha, të pozicionit saj përfaqësues politik të PDK-s në përqindje dhe të deputet. Dhe humbje të përfaqësues. Shmangu numrin e humbje në përfaqësimit popullit. U tregua e kujdesshme, mbase që të mos përmend numrin e vota sepse aty nuk qëndron mirë. Dëgjoni. Bashkimi i Limajt me
Nuk dha rezultate. Në Malishev së paku vret një, nëse mund ta them, një bojkot i madh i votuesit të zotit Limaj. Kosova nuk ka prag të pjesëmarrjes së qytetarëve në zgjedhjeve. Jo. Nuk ka. Dhe sikur po e zonë kishin marrë pjesë vetëm 5% e qytetarëve të Kosovës, sepse na tendencë po shkohet, 5% zgjedhjet do të kishin konsideruar legale dhe legjitime. Në këtë situatë hipotetike, mbase Partia Demokratike e Kosovës do të kishte 35 deputet. Kjo do të ishte fitore për drejtuesit e Partisë Demokratike të Kosovës dhe për drejtuesit e PDK-s dhe për deputetët e saj. Por është humbje e përfaqësimit politik qytetar. PDK-ja ka humbur sa i përket përfaqësimit politik qytetar. Që kanë fituar më shumë deputet, le t'i gëzojmë këto opozita, u urojmë suksese, le ta dëshmojnë veten më mirë që të pozicionohen kundër Kurtit dhe jo as kemi vijat kuqe e kemi, sepse edhe kjo ka ndikuar, dhe pikërisht kjo pa aftësi dhe kjo pa qartësi për të pozicionuar si duhet politikisht në raport me Kurtin është reflektuar në... Se nuk pati rezultat, zoti Limaj, mobilizimin e votës titazëm në habitatin Malishev. Ne e dim si ka shku i gjithë procesi. A keni pritur që do të faktori Limaj të prodhoj? Nuk kam pritur sepse a shumë për shkak votë më shumë për PDK. Jo, sepse ne ky ndëshkimi, ky trupi elektoral që mori pjesë kësaj herë në zgjedhje është gati 200.000 vota më parë. 200.000 vota më parë. Dhe ky numër votuesish base ka prekur edhe PDK-n. Edhe votuesin e PDK-s që kishte votuar këtë parti në dhjetor, në shkort e kështu me radhë vit kaluar. Në gjori, ajo që tash mund të spekulojmë base njëra prej arsyeve është që mënyra se si ishte qasur Partia Demokratike e Kosovës bashkëpunimit eventual me Limajn duke që ka lënë një shije të hidhur tek mbështetësit edhe të vetë zotit Limaj. Fillimisht kishte refuzim shumë të madh për ta pranuar, më pastaj dërgoi letra zyrtare dhe në fund dëshmoje veten që je i denj për Partinë Demokratike të Kosovës dhe tek atëherë mund të shërtohet opsioni i një bashkëpunimi eventual zyrtar. Për fest apo jo? Edhe me këtë rezultat, në PDK sipas jush. Ta gjua një fjalë urtë popullore thotë gjua është prej tulit. Mund thuhet shka dush, por ky subjekt politik së bashku me lëvizjen vetëvendosje kanë humbur sa i përket aftësisë përfaqësuese të qytetarëve të Kosovës. Sa i përket përfaqësimit do të kemi të kurrje të përfaqësimit politik. Ka fitore të deputetëve. Ka fitore, ka buxhet më të madh për ndarjes së KQZ-s e tjera, për shkak sepse me numër deputetëve ndahet edhe buxheti. Por atë përcaktohet dhe forca politike ka solja, po. Këto fitore taktike nuk mund të morën, por është humbje e jashtëzakonshme politike. Partia e dytë opozitare ti humb gati 50.000 vota. Këtu dikush duhet marrë përgjegjësi politike. Për ju, duhet të marrë që sot duhet marrë përgjegjësi politike sepse votat 198.000 sepse votat që i ka humbur lëvizja vetëvendosje, adresa e parë ku është dashur të shkojnë këto vota, sikur të ishte një mend Partia Demokratike e Kosovës, një subjekt i përfaqësimit politik opozitar, masën më të madhe është dashur të shkojnë në drejtim të Partisë Demokratike të Kosovës. Por si alternativë, ka qenë forca e dytë opozitare. Ndodh 50.000 vota forca e dytë. 100 sa 20-30.000 vota që humbi ende s'po operoj me numra të saktë për shkak që do ta presim certifikimin përfundimtar. Por mbi ato 100.000 vota që humbi VV, do duhet rrethana normale politikisht ti shtoheshin përpas atyre që i ka pasur PDK-ja me 28 dhjetor, spaku do duhet të shtoheshin edhe një 30.000 vota. Por kësaj jo vetëm që nuk janë shtuar, por janë i ka humbur edhe 50.000 vota. Kjo është nevojën e përgjithësisë. Absolutisht, nëse ky subjekt politik don mirëfilli, don mirëfilli që të adresoj defektet e saj politike, tema e parë që duhet ta shtroj para vetes është tkurrja e saj sa i përket tkurrja e saj elektorale, jo fitoria e numrit të deputetëve dhe e përqindje, sepse përfaqësimi politik do thotë është edhe vullnet, nuk është vetëm çështje statistikore, siç ka thonë Churchilli me Sadiu në serb mi mashtru njerëz përdori statistikat, si Albini që i përdor statistikat për rritjen ekonomike, por na e dim çfarë është gjendja reale ekonomike, edhe në këtë rast PDK do të me të njëjtën logjik po përdor statistika statistika për ta mirëmbajtur iluzionin që është forcë përfaqësuese alternative, por këto zgjedhje dëshmuan që qytetarët e Kosovës nuk e njohin si të tjerë. E dënuan edhe këtë subjekt. Edhe ato si kundërbas edhe partinë dhe pritjen që kishte zoti Abdi Xhiku. Kalojmë tek rezultatet që mori
aleanca e kryetarit Ardian Gjini. Ai tha është një piknisje, është një nisje e re për aleancën, një inkurajim u pate ai mbase nën drojen e shumë shqetësimeve që u artikulua në publik edhe nga oponentët e tij në studio televizive sa kërcënohet me kalim pragu. Ta ndjekim zotin Gjini dhe kthehemi në studio. Regjia. Duhet më thonë fillimisht që si aleancë edhe unë personalisht i falenderoj të gjithë qytetarët e Kosovës që kanë votu, e posaçërisht ata që kanë votu aleancën. Mundem vetëm më thonë që kur nuk kanë me u pendu për votën e vetë. Për ne kjo është një nisje e jashtëzakonshme, edhe të gjithë ata që i kanë besu asaj që e kemi thonë gjatë kësaj fushatës, që besojnë në të ardhmen e Kosovës, që besojnë një Kosovë që duhet me u bo e mirë për qytetarët e vetë, nuk kanë me u pendu kur. Kemë me punu shumë që vota atyne edhe vullneti tyne me na votu neve me u respektu maksimalisht. Pavarësisht që kjo garë zgjedhore është mbajt në një teren absolutisht jo fer politik, ku janë përdor gjitha mjetet e mundshme për me e kthy rezultatin në favor të pushtetit, prapë se prapë qytetari i Kosovës ka tregu që kupton ku jemi, ka tregu që e don vendin e vetë. Edhe unë për këto i falenderoj të gjithë. Fundit, duhet më ju thonë që kjo që ne e përfaqësojmë, pa tjetër që një ditë ka me fitu. Pa tjetër që një ditë ka me fitu. E respektojmë rritjen që e kem pasën këto zgjedhje, veç ju themi qytetarëve, dujeni Kosovën. Ishte zoti Gjini, kryetari i aleancës, që pati një paraqitje mbrëmje, inkurajuar me rezultatin, shpres plot që ky rezultat që nisi aleanca në debatin se nuk do ta kalonte pragun, mbase vijon ta kapitalizoj dhe më shumë këtë rezultat në periudhën e ardhshme. Ka solli si shihni akën aleancën në këtë zgjedhje, se jemi mësuar të themi aleanca. E vetë kuptueshme. Po ndëgjoj rrit do thotë ne, siç e përmend edhe ju, është më të madhe kanë qarkulluar lloj hipoteza se do të ketë vështirësi ta kaloj pragun e tjera. U dëshmuan do thotë që kanë qenë gabim këto pandema dhe aleanca është përballë edhe me një sfidë tjetër për shkak të ndrimit të leadershipit politik dhe kjo ka qenë jashtëzakonisht një test i rëndësishëm për këtë. Një test dhe kaloi me sukses. Për bindjen time do thotë ky subjekt politik e kaloi me sukses këtë test domethënës për të ardhmen se mund të ndroj liderin. Është e vërtetë që zotja Haradinaj ka qenë forcë motorike mbështetëse në prapasken, mirë po realisht betejën kryesore politike, mediale, elektorale në këtë zgjedhje ka bërë Ardian Gjini. Dhe në këtë drejtim do thotë ky subjekt politik e kaloi një test të rëndësishëm për të ardhmen e saj, kam thënë edhe në këtë studio, është e rëndësishme për demokracinë në Kosovë, për parlamentin e Kosovës që aleanca të mbetet forcë përfaqësuese dhe veçanërisht përfaqësimi i ekuilibruar dhe veçanërisht në këtë përqindje 43 vetëvendosje pa vota të diasporës. Veçanërisht një lider si zoti Gjini, megjithatë ai ka një profil tejet serioz sa i përket përfaqësimit politik, ka një përvojë të jashtëzakonshme politike, institucionale, nivel qendror, nivel lokal. Nuk ka njëri pa të meta, do të gjithëve nuk ka njëri pa gabime. Edhe zoti Gjini ka gabimet e tij. Mirë po prezenca e tij në skenën politike do thotë i bën der. Që moti i aleancës. I aleancës do thotë prezenca e tij në skenën, mbijetesa e tij dhe subjekte që ka marrë përsi për ta përfaqësoj i bën der do thotë si këtij subjekti ashtu edhe skenës politike në Kosovë. Prandaj është e rëndësishme që ky subjekt të kalojë një test të rëndësishëm politik që mund ta kryej ndrimin e leadershipit politik dhe që e njëjta të mos reflektohet me drama elektorale, pra që ta shkpus vetën nga percepcioni dhe imazhi se është vetëm një parti e lidhur me karizmën e një lideri. Dhe kjo është shumë e rëndësishme për të ardhmen e këtij subjekti politik. E transformoi, e kaloi këtë sfidë, këtë prag, do thotë që aleanca më nuk është e lidhur vetëm mos mbetet nëse mund ta them enklavën e debatit publik se është parti krajnore, është parti e Ramosh Haradinaj, vëllezërve Haradinaj etj. Pikërisht do thotë kjo është njëra prej piknisjeve kryesore të aleancës në këto zgjedhje. Piknisje të re, siç e quajti. Piknisje kryesore e cila besoj që në të ardhmen do të vjen duke u përmirësuar në këtë drejtim, mirë po që fazën fillestare, do thotë, fazën fillestare e kaloj me sukses. Prandaj kjo është edhe pse numri i votave është aty. Aty është, mirë po ka ndëgjarit, mirë po ka ekzistuar
ankthi, ka ekzistuar frika. Se nuk kalon dot pragun. Se nuk kalon pragun, ka qenë një mbi këtë kriter dhe mund të quhet një fitore. Në raport me pretendimet dhe disponimin që është krijuar dhe me disponimin që është tentuar të krijohet në opinionin publik se këtu është fundi politik i këtij subjekti. Po hiqet nga skena, po. Dhe si shihni në fund nëse mund ta them rolin e PSD-s, partisë Dardan Mulliçajt kishte 6 kandidat, jo më shumë, 6 garues për deputet dhe bori një vot dëshpëruese, nëse mund ta them, me gjithat mbështetje masa edhe mediale, me gjithat mjedis të komunikimit, shumë aktiv, intensiv me media, me publik, me këtë tjetër. Ku gaboj, sipas jush, nëse mund të them si gaboj, se mund ta ftojmë edhe në përgjithësi, natyrisht, leadershipin e saj për këtë numër dëshpërues të votave. Unë besoj do thotë njëra prej defekteve nëse mund të quhet, do thotë PSD-s ka qenë që në këto zgjedhje ka hyrë pa pas strukturë në gjithë territorin e Kosovës. Është vështirë që të kapitalizohet politikisht, do të vetëm kryesisht drejtuesit e këtij subjekti politik kanë qenë të koncentruar në Prishtinë, s'kan pas asnjë qendër, thuajse, në asnjë qytet të Kosovës. Struktura jo. Struktura dhe pa strukturë nuk mund të kesh sukses, është e pamundur që të kesh sukses politik. Koha ka qenë shumë e shkurt për PSD-n, do thotë, prej kur ka vendosur ty në zgjedhje, ka qenë shumë e shkurtë që të përgatitet më shumë. Brenda kësaj kohe të shkurtër ka qenë thuajse pa mundur që të ketë ndonjë rezultat më të madh elektoral. Natyrisht vetë drejtuesit e PSD-s e thanë që ata janë zhgënjur dhe nuk është ky rezultati që e kanë pritur. Do thotë e pranuan që nuk e kanë pritur këtë lloj rezultati, mbetet shihet ata. Por thanë bashkë se do të jenë me tutjen e politikë. Do të jenë me tutjen e politikë, nuk heqin dorë dhe do të shohim se si do ta arsyetojnë ata vetë, do thotë këtë rezultat të disfavorshëm për ta. Mirë, ishte i gabueshëm kursi që ndoqi gjithë ky subjekt politik në garën, duke përfaqësuar çfarë them tregimin me shumë kritik e akuzat ndaj opozitës së sotme, se sa ndaj pushtetit, së paku kështu, ka sollën. Akuzat kanë qenë të drejtuar nëse analizojmë me vëmendje vetëm ndaj LDK-s dhe PDK-s, jo ndaj Aleancës për Admërinë e Kosovës. Po këto e përfaqësojnë boshtin e madh opozitar. Tash unë po dal dhe ta kritikoj këtë çështje të Partisë Socialdemokrate dal kundër vetes, sepse ne bashkë ai ishte gabueshme po thonë në këtë moment në fushat. Duket ndoshta taktike. Përshtypjen e krijoi edhe PDK, edhe LDK, duke akuzuar PSD-n se është një lëvizje proksi e Kurtit që po përpiqet një model një Kurti tjetër që po sulmon opozitën e tjera. Tash unë prapë them që nëse dal kundër këtij pozicioni, kundër pozicionit politik që ka mbrojtur PSD-ja, do dal kundër atij pozicioni mbase 4-5 vjet që kam tentuar ta argumentoj pse çësia e subjekteve opozitare në fund nuk do të. Ai ishte dura në zgjedhje prandaj. Në zgjedhje tash nuk e a mendon që mund t'ju ketë hak merr? Ka mund ndoshta ta hak merret, mirë, po nëse atëherë ka qenë çësia që kanë ndjekur PSD-ja, mbos ndoshta kanë ndikuar edhe në rezultatin e dobët të subjekteve opozitare, sepse të njëjtat e kanë bërë të ditur që këto parti politike nuk e kanë motiv të konfrontohen me Kurtin, por vetëm se si të gjejnë një justifikim për një bashkëpunim të ri politik me ta. Deklarata mbrëmjes me zonën Osmani. E konfirmoj, pretendimet, por e quan përshtypjen, e bën me njoll, u bë me njoll PSD në sytë votuesit të LDK-s. Konstatimet e PSD-s. Qëndrojnë tu. U verifikuan katërcifrisht mbrëm. Konstatimet e këtij subjekti politik që këto dy formacione por me kalkulim të bërbetej me pak në sytë të publikut të paqe e kishte vënë para përgjithësisë me pak mbase ishte një taktizim i PSD-s për të lundruar në te votuesi opozitar më shumë. Po ajo që ka ndodhur PSD-s, shkurtazi mund thuhet që edhe PSD-ja nuk ka arriti ta kapitalizoj. Kritika e saj ishte e drejtë, por nuk arriti që pastaj ta kapitalizoj që të zhgënim të qytetarëve të Kosovës si me lëvizjen me të vendosje, ashtu me Partinë Demokratike të Kosovës, me Lidhjen Demokratike të Kosovës. PSD-ja dëshmoi një gjë, ta themi qartë, që apetiti i qytetarëve të Kosovës për një formacion politik të ndryshëm nga këto çfarë janë aktualisht, po rritet dita ditës. 1000 sa vota është numri. Po mirë, a do ta shfrytësoj, që nuk është e mbyllur gara politike. A do ta shfrytëzoj PSD-ja? Apo do del ndonjë subjekt tjetër politik që do di të komunikojë më ndryshe
me këtë shtresë gjithnjë më të madhe të zhgënjyrëve, është temë tjetër, por nuk mund të mohohet fakti. PSD-ja e dëshmoi një fakt. Qytetarët e Kosovës janë duke u zhgënjur gjithnjë më shumë 200.000 vota më pak. 200.000 vota më pak. Dhe shto këtu dhe kontingjenti tjetër të atyre votuesve që kanë prejarë të ndryshme mbase politike që janë të zhgënjur nga lloj situate politike të prodhuar nga ky vend, nga kriza të ndryshme. Ju mendoni që faktori kohë është i rëndësishëm për këtë opsion politik, mbase Nuk e di a është PSD-ja ajo. Jo, faktori po them faktori kohë. Për një opsion politik serioz që përfaqëson këtë kontingjent të zhgënjurëve. Të zhgënjurëve i cili po rritet gjithnjë më tepër. Ka vend për një subjekt serioz politik. Për një subjekt i cili mbase do të ketë ndonjë shkallësi tjetër, do të ketë një metodë tjetër, të komunikojnë në një mënyrë të ndryshme nga kjo se si komunikoi PSD dhe ta kapitalizoj politikisht. Ajo që nuk mund t'i mohohet PSD-s është kritikat e tyre ndaj subjekteve opozitare. Për pasivitetin që e kishin. Për pasivitetin dhe se janë të udhëhequra vetëm nga kalkulimi se si të akomodohen vetë në ndonjë lloj aranxhmani me Kurtin u vërtetua çeprom, sidomos në lidhjen demokratike të Kosovës. LDK-ja dëshmoi që nuk ka asnjë obsesion tjetër vetëm se si ta akomodoj Vjosa Osmani në pozitën e presidentes. Jo partinë ta ruaj thonë. Jo partinë ta ruaj. Kasolli, në fund fare, pyetja fundet në javët e ardhshme mbase mund të ketë takime. Por takime që do të lexohen shpejt e lehtë, nëse në to ka vullnet që tema presidentit të zgjidhet. Ka kundërthënie ndërmjet konstatimit që kemi president, në ora 8 fillon punën dhe asaj që ata që nuk po punojnë janë subjektet opozitare. Kurti do thotë dëshmoj diçka mbrëm që është i angazhuar si t'i rikthejë në punë vetëm opozitën. Dhe jo qeverinë, vetëm jo qeverinë dhe presidentin. Sipas tij këto janë funksionale, ai që e ka preokupim kryesor është që opozita të dalin nga skemat vegetative të parazitizmit politik. Kjo na shpije ka ideja që nuk kemi parë procesi i ri parakohshëm zgjedhor. Që nuk kemi parë asgjë nga kriza, që do të jetë edhe shumë më e komplikuar. Të falenderoj për kohën. Ishte kënaqësi. Lutem. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.